Nuk bën me hungër mas bukës asnjëherë pa marrë parasysh mas vokteve, për shembull është si shprehi që mundet me të ndiku me shtu peshë. Okej. Mas vokteve ti ke atë ndjesinë që nuk ke ngim mjaftueshëm edhe hajnë edhe diçka mbrapa, qoftë një ëmbëlsirë, qoftë një frut. Nuk bën me marrë prap karbohidrat për shkak që marrin indeksin insulinën aktive dhe në momentin që ke insulinë aktive në trup normal që kërkesat për ushqim janë më të mëdha dhe më varet se me çka ke hungër bukën e misrit. Nëse ke hungër me një pijat balancuar me këtë lirat ushqyese, nuk besoj që ka me t'lyp trupi prap me hongër. Që, për shembull, kur e bëj leçenikun me spinaq, të me mill misri, në kohë drekës, tani dyqysh mas një 2 ore, mas shumëti, kom nevojë me hongër edhe diçka. Edhe me kosa diçka, nuk kanë sallat. Jo, kur gjë, jo. Nuk e shoqëron me kur gjë, se nëse i merr këtë lirat ushqyese, nëse herë kemi thonë, për shkak nëse hani hamburger, ty trupi ka me ta lypë tjetrën edhe mundesh me hongër tjetër mbis nëse e nal vetëm, për shkak se i kërkon lirat ushqyese. Kështu që ti nëse han veç ata pitën e misrit me kas nuk i ke marrë lirat ushqyese, normal që trupi ka me kërku prap. Ka me kërku prap ushqim, po prap se prap edhe milli i misrit është karbohidrat.